Welcome to the weekly press briefing of the Kosovo. Mirë se vini në informimin e avor të dhomave specializuar të Kosovës. Kërcënojmë të ofrojmë gazetarëve informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit në gjykatë dhe mundësinë për të bërë pyetje. Në gjykimin e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit, më 11 prill, trupi gjykues urdhëroi vazhdimin e paraburgimit të Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit, duke konstatuar se vazhdon të ekzistojë rreziku që të akuzuarit të pengojnë nesurinë e procesit dhe ose të kryejnë vepra të tjera penale. Trupi gjykues vuri në dukje se megjithëse prokuroria nuk synon të thras dëshmitar të tjerë, emrat e dëshmitarëve të cënueshëm janë nxjerrë për mbrojtje, çka shton rrezikun që ky informacion i ndjeshëm të bëhet i njohur për publikun. Trupi gjykues thekson se ky rrezik nuk mund të materializohet jo vetëm përpara se dëshmitarit të japë dëshmi, por edhe pasi e kanë dhënë dëshmi, duke pasur parasysh se shumë prej dëshmitarëve kanë masa mbrojtëse dhe identiteti i tyre nuk duhet të bëhet i njohur për publikun. Më 11 prill, paneli i apelit hodhi poshtë apelin e mbrojtjes së Jakub Krasniqit dhe Kadri Veselit dhe urdhëroi palët të dorëzojnë versionet e redaktuara publike të parashtrimeve përkatëse të tyre. Mbrojtja pretendoi se ishte dëmtuar për shkak se kur trupi gjykues mori në pyetje një dëshmitar, ai u referua një deklaratë të dëshmitarit në të cilën prokuroria kishte deklaruar se nuk do të mbështetej më gjatë gjykimit. Paneli i apelit i kujtoi mbrojtjes se ajo e kishte deklaratën e dëshmitarit në fjalë dhe rrjedhimisht e kishte të njohur plotësisht atë. Paneli i apelit theksoi se rregullorja i lejon trupit gjykues të bëjë dëshmitarëve çfarëdo pyetjesh që i gjykon të nevojshme për qartësinë e dëshmive të tyre ose për zbulimin e të vërtetës, me kusht që kjo të mos çojë në perceptim të njëanshmërisë. Paneli i apelit konstatoi se transkripti i seancës në fjalë tregon qartë se trupi gjykues bëri pyetje në lidhje me besueshmërinë e dëshmitarit që dha dëshmi, çka nuk i shkakton dëm mbrojtjes. Më 11 prill, trupi gjykues miratoi propozimet të prokurorisë, njësisë për mbrojtjen dhe mbështetjen e viktimave dhe mbrojtësit viktimave, për një version më me pak redaktime të transkripteve të dëshmive të dy dëshmitarëve dhe pjesën tjetër të këtyre transkripteve i riklasifikoi si publike. Më 15 prill, prokuroria përfundoi zyrtarisht paraqitjen e provave të saj. Më 16 prill, ekipet e mbrojtjes në këtë çështje gjyqësore njoftuan bashkërisht trupin gjykues se synojnë të dorëzojnë kërkesë për rrëzimin e disa ose të gjitha akuzave në akt akuzë. Hapat e ardhshëm të çështjes gjyqësore do diskutohen në konferencën për ecurinë e çështjes të caktuar më 23 prill, duke filluar në orën 10 paradite. Në çështjen gjyqësore, Hashim Thaçi, Bashkim Smakaj, Isni Kilaj, Fadil Fazliu dhe Hayreddin Kuçi, për ndikim të pretenduar ndaj dëshmitarëve, më 14 prill, gjykata e procedurës paraprake lëshoi në vim të vendimit të panelit të apelit javës kaluar, ku ai konstatoi se në këtë rast zbatohet forma e tretë e nxitjes sipas nenit 32 paragrafi 3 të Kodit Penal të Kosovës. Paneli i apelit ja ktheu këtë pikë gjykatës së procedurës paraprake për të vlerësuar nëse provat mbështesin konfirmimin e një forme shtesë të përgjegjësisë penale që fillimisht ishte hedhur poshtë. Gjykatësia e procedurës paraprake rikujtoi se, bazuar në materialin mbështetës, zoti Thaçi, si udhëheqës dhe përfitues kryesor i përpjekjeve penguese, nxiti kryerjen e këtyre veprave penale, duke i dhënë detyrë zotit Smakaj, zotit Kilaj dhe zotit Fazliu të kontaktonin dëshmitar të ndryshëm, duke u zbuluar atyre informacion të mbrojtur në mënyrë të përsëritur dhe të qëllimshme dhe duke i treguar identitetin e personave të mbrojtur zotit Kilaj dhe një personi tjetër.
Krahas kësaj, gjykatësia e procedurës paraprake konstatoi se materiali mbështetës tregonte se zoti Thaçi inkurajoi dhe nxiti zotërinjt Smakaj, Kilaj dhe Fazliu brenda grupeve përkatëse të tyre të merrnin dhe t'i mbanin mend udhëzimet e sakta të tij dhe të kontaktonin dëshmitar të saktuar për të ndikuar në mënyrë të palishme në dëshmitë e tyre para dhomave të specializuara. Sipas gjykatës procedurës paraprake, veprimet e qëllimshme dhe inkurajimet dhe nxitjet, sikurse shtjellohen në vendimin e konfirmimit, tregojnë synimin e drejtë të zotit Thaçi për të nxitur kryerjen e tentativës për pengimin e personave zyrtar nga zotërinjt Smakaj, Kilaj dhe Fazliu. Si rezultat, gjykatësia e procedurës paraprake konfirmoi formën e përgjegjësisë penale shtesë për zotin Thaçi në bazë të nenit 32 paragrafi 3 të Kodit Penal të Kosovës dhe urdhëroi prokurorin të parashtronte aktakuzën e konfirmuar të ndryshuar të re deri në 6 prill 2025. Gjykatësia e procedurës paraprake shprehu mendimin se paraqitja e parë mëtejshme e zotit Thaçi nuk ishte e domosdoshme, duke pasur parasysh se akuzës ju shtua vetëm një formë e re e nxitjes, e jo një pikë e re, dhe se zoti Thaçi është informuar lidhur me veprën penale dhe me formën bazë të nxitjes. Megjithatë, gjykatësia e procedurës paraprake theksoi se pozita e zotit Thaçi në lidhje me formën e përgjegjësisë penale të re duhet të dokumentohet zyrtarisht dhe rrjedhimisht ai u ftua të deklarohej në lidhje me fajësinë ose pafajësinë. Duke pasur parasysh se deklarimin e parë si i pafajshëm zoti Thaçi kishte bërë me shkrim, gjykatësia e procedurës paraprake urdhëroi të vetë deklarohet me shkrim në lidhje me fajësinë ose pafajësinë këtë aspekt deri te njëjtën 24 prill. Në qoftë se zoti Thaçi vendos të mos vetë deklarohet, gjykatësia e procedurës paraprake bën deklarim në emër të tij si i pafajshëm. Në qoftë se zoti Thaçi dëshiron të informohet në seancë të hapur në lidhje me formën shtesë të nxitjes për pikën ekzistuese të aktakuzës dhe të vetë deklarohet gjatë saj, ai duhet të paraqesë kërkesë jo më vonë se të njëjtën 24 prill në orën 16. Gjykatësia e procedurës paraprake gjithashtu urdhëroi zyrën administrative që t'u dorëzojë menjëherë akuzën e konfirmuar të ndryshuar të re të akuzuarit dhe zotërinjve Smakaj, Fazliu, Kilaj dhe Kuçi në gjuhën shqipe. Në të njëjtën çështje gjyqësore, më 11 prill, gjykatësia e procedurës paraprake meratoi një kërkesë të prokurorisë që të nxirrte për mbrojtjen 2 dokumente shtesë që synon të përdorur në gjykim, duke konstatuar se prokuroria ka treguar arsye bindëse që përliqin ndryshimin e afatit të saktuar paraprakisht më 17 shkurt. Gjykatësia e procedurës paraprake konstatoi mëtej se nxjerrja nuk do të shkaktojë dëm të papërligjur mbrojtjes. Prokuroria kishte shpjeguar se dokumentet shtesë do të përmirësonin të kuptuarit e përgjithshëm të provave të nxjerra më parë. Mbrojtja nuk e ka kundërshtuar nxjerrjen e propozuar dhe gjykatësia e procedurës paraprake gjykon se mbrojtja do të ketë kohë të mjaftueshme të analizojë dokumentet shtesë sepse kanë kuadër të kufizuar. Më 15 prill u bë publik një vendim i gjykatës së procedurës paraprake i 27 marsit, në të cilin u deposh kërkesën e Haxhi Shalës për lirim përkohshëm në bazë të arsyeve humanitare bindëse. Gjykatësia e procedurës paraprake theksoi se zoti Shala nuk vërtetoi lidhje të ngushtë me personat e përmendur në kërkesë dhe nuk dorëzoi as raportin mjekësor përkatëse. Për këtë arsye, ajo konstatoi se zoti Shala nuk vërtetoi ekzistencën e arsyeve humanitare bindëse dhe të jashtëzakonshme që përligjin lirimin e përkohshëm të tij. Are there any questions before we conclude the briefing? Ka pyetje përpara se ta mbarojmë informimin javor?